Çdo fundvit në mbar botën njerëzit mlidhen për të përcjellë vitin e vjetër dhe për të mirëpritur një të ri. Fishek zjarre, festa, urime dhe shpresë. Por pse pikërisht me 31 dhjetor? Historia na çon pas në kohë, në Romën e lashtë. Në vitin 46 para erës son, Jul Cezari vendosi një kalendar të ri, kalendarin julian. Ai përcaktoi që viti të fillonte me 1 janar, muaj i emërtuar sipas perandorisë romake Janus, perëndia e fillimeve dhe kalimeve, me 2 fytyra, një që shikon nga shkuara dhe një nga ardhmja. Me që 1 janari ishte dita e parë e vitit të ri, 31 dhjetori u bë dita e fundit e vitit, momenti simbolik i ndarjes në së shkuarës dhe së ardhmes. Më vonë në shekullin e 16, kalendari gregorian që përdorim edhe sot e konfirmoi këtë ndarje kohore. Kjo e bëri datën universale dhe të pranuar nga shumica e vendeve të botës. Por viti i ri nuk është vetëm çështje kalendari. Për shumë kultura, nata e 31 dhjetorit simbolizon shpresën, rilindjen dhe fillimin e kapitullit të ri. Është moment reflektimi për ata që kemi lënë pas dhe premtim për ata që dëshirojnë të ndërtojnë. Prandaj, sa herë që ora shënon mesnatën dhe një vit i ri nis, nuk po festojmë vetëm një datë, por kalimin e kohës, jetës dhe shpresës njerëzore për një nesër më të mirë.